Një incident i rënd ka trondittur qendrën e Lajzbikut pas ditën së hënës kur një automjet hyri mes kalimtarëve në një prej zonave më të frekuentuara të qytetit, duke lënë pas viktima dhe të plagosur. Sipas raportimeve të mediave gjermane, nga përplasja në rrugë humbën jetën të paktën 2 persona, ndërsa 8 të tjerë mbetën të lënduar. Ende nuk ka një pasqyrë të qartë mbi rrethanat e ngjarjes. Forcat e policisë kanë ndërmarrë një operacion të gjerë në zonë dhe konfirmojnë se automjeti ka përplasur drejt për drejt turmën e këmbësorëve. Një përfaqësues i policisë u shpreh se ka disa të plagosur pa dhënë detaje të mëtejshme për gjendjen e tyre apo për shkaqjet e incidentit. Në vend ngjarje u dërguan rreth 10 autoambulanca për t'i ardhur në ndihmë të lënduarve, ndërsa bizneset për rreth tyre u mbyllën për arsye sigurime. Autoritetet po vijojnë hetimet për të përcaktuar nëse bëhet fjalë për një aksident apo për një akt të qëllimshëm, ndërkohë që zona mbetet e rrethuar nga forcat e sigurisë.